bashkëpunimit të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Ulemi pak. Gjatë shërbesës së mëngjesorës, pranë semesarit, lexuam këto vargje. Thomai me dorën trazullace, ta preku brinjën jetë dhënës, o Krist o Perëndi, kur ishin në dyert të mbyllura, dhe me apostujt e tjerë thirrri ti e Zoti im dhe Perëndia im. Qysh nuk shkriu dora e dishepullit, kur e preku brinjën e zjarrtë të Zotit, po ky hir ju dha Thomait, i cili i thirri Krishtit, ti e Zoti im dhe Perëndia im. Këto vargje na sillin ndërmend ditën që kujtojmë sot. Pas 8 ditësh na thot Ungjilli, Zoti ju shfaq për herë të dytë apostujve, ndërkohë që ata ishin të mbledhur bashkë dhe përsëri kishin mbyllur dyert dytare diçka, ende ishin me frikën e brembe, se mos edhe ata pësonin të njëjtin pad si mësuesi i tyre. Zoti ju shfaq atyre që ditën e diel, ditën e tretë, pasi ishte në varr, ata u bindën për ngjalljen e tij. U habitën kur dëgjuan në radhë të parë gratë, të cilat njoftuan gjëra të çuditshme, burin e varrit që kishte lëvizur, pan angjëllin që u tha pse kërkoni të gjallin ndër të vdekurit. Gjithashtu Zoti ju shfaq Marias Magdalenën duke i thënë që ai ishte ngjallur, e të shkonte t'i njoftonte apostujt. Kështu në këtë mënyrë gratë u bën apostujve të apostujve, domethënë lajmëtare të atyre që ishin lajmëtarë të ngjalljes së Krishtit. Dhe kur ishin të gjithë bashkë, të gjithë dëshmuan për ngjalljen e Zotit. Na thuhet në këtë pjesë të Ungjillit që Zoti për t'i bindur ata që ishte me të vërtetë me trup, jo vetëm thjesht si shpirt, ose si mund thosh njerëzit si fantazë, atëherë Zoti ju kërkoi t'ju jepnin pak bukë edhe pak verë, në mënyrë që ata të bindeshin që kishin të bënin me një trup të ngjallur. Por këtë pjesë neve të Ungjillit e lexojmë gjithashtu ditën e diel, kur bëjmë edhe mbrëmsore, e cila njihet si mbrëmsorja e dashurisë, ku kjo pjesë e Ungjillit madje sipas traditës lexohet në disa gjuhë të huaja, me aq sa kemi mundësi ta lexojmë, si një shenjë që ky Ungjill duhet, pra ngjallja së Zotit, duhet u shpallë të gjithë kombeve, të gjithë gjuhëve, sepse Krishti ka ardhur për të gjithë natyrën, për gjithë racën njerëzore, për ta shpëtuar nga vdekja dhe e bëri këtë të mundur në trupin e tij. Ato ditë, siç e dimë edhe nga Ungjilli, i vetmi nga apostujt që nuk ndodhej bashkë të tjerët ishte Thomai, dhe pas 8 ditësh, si sot, nga dita e ngjalljes, kur nxënësit ishin mbledhur për kujtuar pikërisht sakrificën e Zotit, ashtu siç ai i kishte porositur, që sa herë të mbledheshin, të kujtonin sakrificën e tij. Në këtë mënyrë edhe apostujt ishin mbledhur dhe bashkë me ta tashmë ishte edhe Thomai. Mendoj për Thomain, i cili në momentin kur dëgjoi që Zoti jo vetëm kishte shfaqur disa grave, disa nxënësve që ishin duke shkuar në një vend tjetër, në Emaus, por atë tepër që u shfaq të gjithëve, i duke çuditshme që si Zoti ju shfaq të gjithëve dhe ai nuk u bë pjesë si apostull që ishte, si dëshmitar që duhet të ishte edhe i ngjalljes së Zotit. Madje ne e quajmë Thomain si dyshues, sepse ai ju tha atyre, nëse nuk e shoh me sytë e mi dhe nuk e prek me duart e mia,
Zotin e gjallur nuk kam për ta agresuar. Dhe patjetër mund të na befasojnë pak këto fjalë të Thomait, se si ai nuk pranon dëshmimin e kolegëve të tij, e miqve të tij, të bashkë apostujve të tij, por këmbgul në vërtetësinë e ngjalljes së Zotit, vetëm duke u bërë edhe ai dëshmitar. E megjithatë, Zoti, kur shfaqet herën e dytë, Thomai ishte pranishëm, e thërret Thomain në mënyrë të veçantë. Edhe i thot, Thoma, eja thot, edhe bëre gishtin tënd në plagën time. Edhe si e lexuam nga Sinaksari, Thomai vendosë gishtin në brinjën e Zotit, ajo brinjë e cila ishte çkuar nga heshtra e romakëve, edhe na thuhet në Ungjil që aty doli gjak edhe ujë, që simbolizojnë pikërisht kungatën që ne marrim. Thomai e preku, edhe i ra në gjunjë Zotit, dhe bën pohimin të cilin askush se ka bërë deri më tani. Të gjithë e njihnin Krishtin si Zot, por Thomai bie në gjunjë i thot, Zot dhe Perëndia, madje Zoti im dhe Perëndia im, duke e njohur hyjnin e plot të birit të Perëndisë, së fjalës së Perëndisë. Kjo ishte një zbulesë që Thomai e merr dhe dëshmon tashmë përpara apostujve të tjerë. Dyshimi i Thomait bëhet bindës për të gjithë ne të tjerë. Krishti me vërtet i thot Thomait, Thoma thot, ti më pethët, më preke, prandaj besove. E megjithatë nuk e qorton Thomain për këtë gjë. Sepse Thomai gjatë gjithë asaj jave, me siguri, siç na thotë edhe shenja angujare, mendonte për gjalljen e Zotit, se si të gjithë e kishin parë dhe ai, që kishte qenë për 3 vite me radhë, bashkë me të, në të gjitha predikimet, në të gjitha mrekullitë që Zoti kishte bërë, ati nuk ju dha mundësia të shikonte e të dëshmonte Zotin e ngjallur. Dhe sigurisht gjatë gjithë javës dëshira e tij e madhe për ta parë edhe ai Zotin sa vinte edhe rriti. Zoti nuk e qortoi përse ai kërkonte që të shikonte Zotin e ngjallur, por Zoti lavdëron ata që thotë lumë ata të cilët edhe pa më parë besojnë. Dhe për 2000 vjet të gjithë neve jemi këta që lumërohemi kur dëgjojmë këtë dëshmi të apostujve dhe të Thomait veçanërisht për gjalljen e Zotit. Të gjithë ne bëhemi pjesëtar të kësaj ngjarje të madhe. Dhe për 40 ditë, siç e dim, Zoti qëndroi me apostujt, jo gjatë gjithë kohës, ai ju shfaqej në vende të ndryshme. Diku pranë liçenit, kur ata ishin duke peshkuar, ai i pret në bregun e Detit, edhe aty madje ka vënë edhe peshq për t'i ngrënë. Zoti nuk ishte nevojë që të hante, por për t'ia bërë të qartë e të dukshme atyre që ai nuk ishte një fantazm, as nuk ishte një shpirt, por tashmë ai ishte ngjallur edhe me trup. Shenjat ende në trupin e tij janë dëshmi e pikërisht e kësaj ngjallje. Dhe ngjallja e Krishtit për ne është edhe ngjallja jonë. Të gjithë ne vëllezër e motra e kemi këtë dhuratë nga Krishti. Të gjithë ne do të marrim trupin tonë të ngjallur. Dhe sigurisht me këtë trup neve do shkojmë edhe përpara Zotit për të gjykuar, ose për të lavdëruar, ose për të dënuar. Sepse edhe lavdia që Zoti do shfaqë ke njerëzit e tij do të jetë më e plotë bashkë me trupat e tyre. Por gjithashtu edhe dënimi do jetë më i plotë për ata që do dënohen bashkë me trupat e tyre. Sepse qenia njerëzore është bërë në imazhin, në ngjashmëri me Perëndin, por është trup edhe shpirt. Për këtë arsye, ndarja e këtyre të dyve nuk kupton atë që ne quajmë vdekje. Dhe kjo është vdekja e parë.
Vdekja e dytë është ajo kur njerëzit do të kenë trupat e tyre, por do të ndahen përfundimisht nga Perëndia. Dhe kjo është vdekja e dytë dhe është vdekja, si thosh, më e dhimbshme dhe tragedia më e madhe për racën njerëzore. E megjithatë, Zoti është të drejtësi. Dhe sigurisht që Zoti do pranoj të gjithë ata që e duan atë, të gjithë ata që duan të rrinë me Perëndimin. Kjo mund duket pak e rëndë për gjithë ata që do të dënohen, por nuk është Perëndia ai që i dënon ata. Vazhdimisht kisha në mëson nëpërmjet mësuesve të saj se si jemi ne që largohemi nga Perëndia. Jemi ne ata që refuzojmë hirin e tij. Sado paradoks që mund duket një gjë e tillë. Dëshmi për këtë është djalli e të gjithë demonët, të cilët edhe pse e njohin shumë mirë lavdinë e Perëndisë, edhe pse e dinë shumë mirë se kush është ai, megjithatë egoizmi i mban ata për gjithmonë të larguar nga Perëndia. Fatkeqësisht edhe një pjesë e njerëzve do të bëhen bashkë me ta në dënimin e përjetshëm. Sot është dita kur ne gëzojmë këtë ngjallje të Perëndisë. Dhe për 40 ditë ne do psalim Krishti u ngjall, edhe lavdërojmë Perëndinë që na ka bërë të mundur që ta mësojmë edhe ne këtë lajm. Madje që nga shekujt e parë është predikuar në vendin tonë ky lajm i mirë. Edhe sot e kësaj dite kisha dëshmon pikërisht ngjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe kjo është përgjegjësia jonë, jo vetëm që ta besojmë e ta jetojmë ngjalljen brenda nesh, por edhe t'ja u shpallim njerëzve, të mos i privojmë njerëzit nga ky lajm i mirë, sepse nuk e dimë se si Zoti flet në zemrat e njerëzve. Dhe çdo njeri ka nevojë për Zotin, çdo njeri ka nevojë për lajmin e mirë e të bukur të ngjalljes së Zotit.